Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, të nderuar agjërues, lutë Allahun e mënduar që edhe kjo ditë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit të ketë shkuar ashtu si më së miri. Shpresoj që të jeni mirë me shëndet, të jeni mirë në raportet mes juve si familjar, e në veçanti në raportet me Allahun te bareke ve teala. Jemi në muajin ku realisht pritshmëritë tona janë të mëdha dhe kështu duhet të jenë. Presim që të pastrohemi, presim që të ngritemi, presim që të na shtohet devotshmëria, zellshmëria, të na shtohet besimi në raport me Zotin te bareke ve teala, bindja, duke përmirësuar kështu raport me Zotin ton, por gjithashtu presim që edhe raporti tona mes veti të përmirësohet më tepër. Meq në këtë muaj tashmë burimi i sherrit i të keqes është kogja i kufizuar. Është minimizuar mundësia e tij për të na dëmtuar. Dhe mëshira e Allahut është shumë e madhe në këtë muaj. Përkushtimi jonë është i veçantë në këtë muaj. Ana gjitha këto realisht janë rrethana të lehtësuese për neve që në këtë muaj të ecim përpara, të ngritemi, të shkojmë disa hapa para gjendjes tonë që kemi qenë para muajit Ramazan. Çdo qoftë, ne do të vazhdojmë edhe sot me një emër të Allahut të mënduar, të nderuar shikues. Këta emra të bukur të Allahut të mënduar që përmes tyre e njohim Allahun xhalla xhelalu. Dhe nuk ka njohje më e këndshme, më e mirë, më e dobishme, më e fryrshme se njohja e Allahut te bareke ve teala. Madje njohja e Allahut, sikur se kemi thënë të nderuar, është baza e besimit. Është motivi kryesor i besimtarit dhe besimtarës në jetën e tyre, është shpjegimi më i mirë i mundshëm për jetën, për rrethanat, për zhvillimet, për ngjarjet, për sprovat, për të tashmen, të kaluarën, të ardhmen e shumë të tjera. Ne si njerëz nga natyrshmëria jonë e dojmë diturinë, e dojmë dijen, i respektojmë njerëz e dijshëm. Dhe kudo që njerëz e dijshëm nuk respektohen, dije që aty gjërat nuk shkojnë mirë. Dije se aty diçka natyrshëm nuk po funksionon diçka si duhet. Nga se të gjithë ata që kanë përparuar dhe kanë ecë drejt zhvillimit dhe përparimit, realisht e kanë bërë duke respektuar kuadrët e tyre, kapacitetet dhe njerëzit e dijes. E kur jemi te dija, të nderuar, padyshim se Allahu te bareke ve teala është burimi i çdo dije. Ai është i gjithdijshëm. Një nga emrat e bukur të Allahut është El-Alim, i gjithdijshmi. Të flasër për dijen e Allahut xhallahu ala është shumë e vështirë, nga se ajo që na e dim për dijen e Allahut është shumë e vogël në krahasim me atë që Allahu xhallahu ala është realisht në raport me këtë emër të tij. Dietarët janë munduar që me përkufizuar disi çka do të thotë kur thua Allahu është i gjithdijshëm. Kanë thënë Allahu e din të kaluarën, krejt që ka ndodhur Allahu e din. Allahu e din të tashmen, gjithçka që ndodh tashmë, këtë moment Allahu e din. Në detajet më të imta të ngjarjes dhe ndodhisë. Sikur se Allah thotë: "Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha." Një gjethë kudo që bie është e pamundshme të bie pa dijen e Allahut te bareke ve teala. Allah din të ardhmen, tëra që komendoj, Allahu e din. Madje këtu dietarët e kanë shtuar edhe një nivel të caktuar të dijes, si përpjekje për treguar se e dini sa është Allahu i gjithdijshëm. Kanë thënë, Allahu e din edhe atë që nuk ka ndodhur, po të ndodhte si kishte më ndodhur. Kaq. I gjithdijshëm, gjithçka din Allahu azza wa jall. Nuk i fshihet dijes së tij asgjë. Ndaj të ndëruar shikues, kur flasëm për dijen e Allahu xhalla xhelaluhu, zamra mbushet madhështi për Zotin, dashni për Allahun te barekuhu teala. Dhe ne duhet të reflektojmë karshi këtij emri të Allahut azza wa jall, dhe të reagojmë si duhet.
Sot fatkeqësisht ka përpjekje të vazhdueshme që dija të ndahet nga besimi. Dhe konsideroj se kjo është një nga katastrofat më të mëdha që kanë kapluar njerëzimin. Sot njerëzit janë zhvilluar, ecin përpara. Dhe sot paguhet shumë për dije. Por fatkeqësisht në tendencën në përpjekje që këtë dije me ndon nga besimi. Dhe duke realisht edhe tentuar për të argumentuar se besimi e pengon dijen. Në disa periuda të caktuara kohore që njerëzit kanë kaluar, si për shembull ajo e mesjetës, e periudat të ngjashme të afër saj, po kanë qenë periuda ku fatkeqësisht besimi ka qenë në konfrontim me dijen. Por jo besimi i emrit Allahut El Alim, jo besimi që vjen nga shpallja. Ndaj nuk duhet përgjithësuar. A ka mundësi ndonjë besim të bie ndesh me dijen? Ka mundësi. Ka mundësi. Por besimi në Allahun xhallahu ala që na e shpjegojmë, që na muslimanët besojmë, besim që buron nga shpallja e Allahut manduar, nuk ka mundësi kur me radhë ndesh me dijen e mirëfillt, me dijen e shëndosh, me shkencën dhe atë që i bën dobi njerëzve. Nga se besimi është nga Allahu dhe çdo detyri është nga Allahu te barekuhu teala. Dietarët çfarë studiojnë? Realisht studiojnë ligjet e Allahut në natyrë, në kosmos. Në bazë të këtyre ligjeve bën zbulime. Këto zbulime pastaj avancojnë në studime të ndryshme që ato pastaj prodhojnë pajisje, lehtësime shumë të jetës e njerëzve. Por baza dhe themeli i tërë kësaj ku është? Tek Allahu azza wa jall. Ai me dijen e tij e ka bërë. Andaj Allahu xhallahu ala të ndëruar kur e ka krijuar njeriu, gjitha këto detaje brenda tij. Shiko sot, domthon sa është e zhvilluar mjekësia, sa ka shku përpara. Prap e pranojnë se ka shumë aspekte të njeriu të pastudiuara. Ende nuk kanë arrit me ditë këtë që ka të bëjë me njeriu. Duke studiuar atë që është prezent, e paramendon sa është i dijshëm Allahu që e ka krijuar njeriu pa model paraprak, pa marrë shembull dikun. E ka krijuar nga asgjëja. A nuk është argument njeriu për dijen e Zotit xhallahu ala? Padyshim se po. Prandaj besimi në Allahun dhe dija e Allahu xhallahu ala, atë që Allahu e ka zbrit edhe në librin e tij të shpalljes, por edhe në natyrën e hapur, nuk mund të bien dash kurrë. Për arsye, ne duhet që sot na shtohet dija, na shtohet besimi, dhe sot na shtohet besimi, na shtohet edhe dituria. Nëse këto janë dy gjëra paralele që shkojnë njëra me tjetrën bashkë. Kur e kuptojmë se sa është Allah i gjithdijshëm, ne jemi të kujdesshëm që mos flasim për Allahun pa dije. Me që gjithçka në fenë ka argument, nuk guzim të flasim pa dije. Si flet pa dije për fen atij që është i gjithdijshëm dhe e ka zbrit me dije. Sot kemi fatkeqësisht jo rreth situata ku njerëzit flasin për fen e Zotit, lejohet, nuk lejohet, bën, s'bën. Argumenti ku është? Ku është baza? Ku është dija për këtë? A ke lexuar për këtë? A ke mësuar për këtë? E gjitha këto ne hap me kuptu emri Allahut El Alim i gjithdijshëm. Emri Allahut El Alim të ndëruar na bën të kujdesshëm edhe në veprat tona, në sjelljet tona, me që ai din gjithçka për neve, edhe brendit tona. Allahu din çfarë ka në zemrat tona. Ai e din. Ati nuk i fshihet asgjë. Prandaj të tentojmë të pastrojmë shpirtin ton. Të largojmë nga zemra zilin, urrëtitjen, arrogancën, vetpëlqimin, mendjemadhësinë, syfatësinë e shumë smundje tjera. Nga sa Allahu xhallahu ala i sheh ato, por edhe i din. Din Allahu shumë mirë sa i me të sinqert, me që është i gjithdijshëm. E din Allahu xhalla xhelaluhu qëllimin e çdo kujt. Prandaj të mundohemi e të përpiqemi që ta përmirësojmë brendin ton, ta përmirësojmë gjendjen ton, sjelljen ton, fjalët tona, nga sa Allahu xhallahu ala është i gjithdijshëm. E shumë kuptime të tjera të ndëruar, shikues që dalin nga emri Allahu xhallahu ala i gjithdijshëm. Andaj ne lutim Allahun e manduar, i gjithdijshëm El Alim, që Allahu të na mëson nga dija e tij. O Allah, na mëso atë që na bën dobi. E na bë dobi o Allah me atë që na ke mësuar.
në bën nga ata që edhe të tjerëve u mësojnë të mirën. O Allah i gjithë na mundëso që sa të na shtohet dija, të na shtohet besimi. E na mundëso Allah i gjithësi që përmes besimit ta shtojmë dijen, ta përhapet mirën dhe të jemi shembull i duhur i ndikimit nga emri El Alim. O Allah i gjithësisë, përmirëso zemrat tona dhe na mundëso që gjithkund të jemi në ndikimin e këtij emri, duke përmirësuar kështu brendin ton, sjelljen ton, fjalët tona, raport me vetë e shumë të tjera me radhë. Të nderuar, e shumë lutje të tjera që mund dalin nga emri Allah El Alim. Shpresoj që kjo që u tha të jetë një shembull praktik se si duhet të jetojmë me emrin Allah El Alim dhe si duhet ta lutim Allahun me këtë emër. Zoti ju ruaj.